Do ma thot njëri si është kjo puna që kur je 13 vjeç, mezi pret të rritesh të bëhesh 30 vjeç. I want to be 30. 30 and flirty and thriving. Dhe kur I kalon këto të 30-ta do të ngjash sa më vogël jetë e mundur. Flokët mos më vini re se nuk I kam stiluar, po ajo që kam stiluar janë qerpikët, por kam një fiksim të ri. I keni parasysh ato sytë që kanë qerpik super të dëndur dhe të errët, jo vetëm te pjesa lart, por edhe te pjesa poshtë. Nuk e di nëse është thjesht një fazë, po ndërroj ato qerpikët e dëndur dhe kur bleva ato gurët e Poldorës, ai scrubi natyral, ai guri natyral, mora dhe këtë serumin nga Poldora dhe ka një kombinim vajor që ndihmon në forcimin e qerpikëve, daljen e qerpikëve të reja. Unë kam lexuar aq shumë review për këtë dhe mund ta gjeni edhe tek faqja e Poldorës. Tha, okay, mora, thash sigurisht që do ta provoj, është serumi im I parë I vetullave dhe I qerpikëve. Ky serumi ka një kombinim vajor të jojoba, kastorit, arganit dhe 2 të tjera. Dhe ka këtë aplikatorin kështu. Para se ta aplikohet duhet të shtypet. Mos do ta shtyp tani se e kam aplikuar, po okay, hajt po e bëj 2 herë për të lëshuar esencën e vet dhe unë aplikoj në këtë lloj forme. E mbaj syrin mbyllur edhe aplikoj. Dhe kaq. Do ta vazhdoj të ta përdor këtë dhe do ta lëm këtë video këtu dhe pas 2 muajsh do shohim nëse ka ndodhur diçka ose jo. Ja dhe një pamje nga afër. E gjeni te Poldora Albania.